Përshëndetje. Sot do të flasim për trishtimin dhe pse ndihemi të trishtuar. Ndonjëherë ne ndjehemi të ngujuar në një disponim të ulët që duket se nuk kalon kurrë. Një nga shkaqet kryesore të këtij trishtimi të vazhdueshëm mund të jenë edhe gjërat që ne besojmë për veten. Këto besime të quajtura besime themelore negative mund të na bëjnë të ndjehemi se ne nuk jemi të mjaftueshëm ose të denjë për të qenë të lumtur. Besimet negative themelore janë mendime automatike ose bindje negative që mbajmë thellë për veten, të tjerët ose botën. Këto besime shpesh formohen nga përvoja të kaluara dhe ndikojnë në mënyrën se si e shohim veten dhe si ndërveprojmë me botën. Kur besojmë se nuk jemi të vlefshëm, është e lehtë të ndjehemi sikur nuk meritojmë dashuri apo mirësjellje. Dhe ky besim mund të krijojë një ndjenjë të thellë izolimi, duke na bërë të ndihemi më të vetmuar dhe të trishtuar. Ndonjëherë mund të mendojmë diçka si nuk jam i mjaftueshëm ose nuk do t'ja dal asnjëherë. Këto mendime na bëjnë të ndjehemi të bllokuar në trishtimin dhe pa shpresë, sepse besojmë se diçka nuk është në rregull me ne. Një tjetër besim negativ është edhe mendimi se jemi të padashur, se askujt nuk i bën vërtet për ne. Ky besim mund të na mbajë larg të tjerëve, dhe kjo vetëm e përkeqëson trishtimin ton. Andaj, çelësi për të dalë nga ky cikël fillon me ndryshimin e këtyre besimeve. Me kohë dhe mbështetje mund të riformoni se si e shihni veten dhe filloni të esni drejt një të ardhmëje në të cilën këto mendime nuk kanë më fuqi mbi ju. Ne lindim dhe rritemi me vlerë të pandryshueshme për dashuri dhe mbështetje. Bëni hapin e parë sot. Mbështetu këto.